A i kemi ndjerë ndonjëherë atë tërheqje të çuditshme drejt turmës, atë ndjesinë se duhet të bëjmë atë që po bëjnë të gjithë? Sot do të zhytemi thellë në këtë fenomen. Me ndihmën e mendjes brillante të Charlie Munger, do të zbulojmë një forcë psikologjike të padukshme që, pa e kuptuar, drejton shumë nga vendimet tona. Për ta kuptuar më mirë, imagjinoni këtë skenar. Po eci në një rrugë dhe përballë keni dy restorante. Njëri është plot e përplot, me zhurmë gjallëri. Tjetri, krejtësisht bosh. Zgjedhja duket pothuajse instinktive, apo jo? Shumica prej nesh, pa u menduar dy herë, do të drejtoheshin te restoranti plot. E po, pikërisht ky instinkt është shembulli perfekt i kësaj force të fuqishme psikologjike në veprim. Kjo tërheqje e parezistueshme drejt turmës ka një emër. Njihet si prirja e dëshmisë shoqërore, ose siç njihet ndryshe, social proof. Është një koncept shumë i thjeshtë, por me pasojat jashtëzakonshme. Në thelb çfarë është? Është ai instinkti ynë i brendshëm për të kopjuar sjelljen e tjerëve. Pse? Sepse truri ynë bën një llogari të shpejtë. Nëse shumë njerëz po bëjnë diçka, atëherë me siguri ajo është gjëja e duhur. Ky është një mekanizëm mbijetese i trashëguar nga e kaluara jone largët. Dikur, të ndiqej grupin do të thoshte siguri nga rreziqet. Sot, ai zë i vogël brenda nesh ende përshpërit ndiq turmën, ata din diçka. Dhe pikërisht këtu Charlie Munger na të heq vëmendjen me një paralajmërim të fortë. Ai nuk e shite këtë thjesht një zakon të çuditshëm. Për të, ishte një nga forcat më të rrezikshme të verbërisë njerëzore. Pse? Sepse na bën të ndalojmë së menduari në mënyrë kritike. Na shtyn thjesht të ndjekim rrjedhën, edhe kur ajo rrjedh po na çon drejt griminës. Për ta bërë këtë më konkrete, le ta shohim në praktik. Do të përdorem historinë e dy restoranteve. Të dy përballen me të njëjtën forcë të dëshmisë shoqërore, por mënyra se si i përgjigjen asaj i çon në rezultate krejtësisht kundërta. Në njërin cep kemi restorantin Viva, që vepron me mençuri dhe e përdor këtë prirje në favorin e tij. E në cepin tjetër kemi Urban, i cili bie prej saj dhe thjesht imiton verbërisht çfarë sheh përreth. Le t'i analizojmë të dy. Shikoni si çfarë bën Viva. Menaxheri nuk pret që turma të vijë vet. Ai e krijon iluzionin e turmës. Si? I ul klientët e parë në tavolinat pranë dritares, kështu që nga jashtë lokalit duket plot. Pastaj, në menu vendos një listë me top 5 pjatat më të porositura. Kjo i heq pasigumin një klienti të ri, dhe natyrisht poston foto në rrjetet sociale ku lokali duket plot. E gjithë kjo krijon një imazh. Ky është një vend popullor i besuar. Dhe cili është rezultati? Shumë i thjeshtë. Besim më i lartë dhe shitje në rritje. Klientët e ri mendojnë instinktivisht, me që të tjerët po hanë këtu, duhet të jetë vend i mirë. Ky është një përdorim strategjik dhe inteligjent i dëshmisë shoqërore. Tani, të kthejmë vështrimin tek Urbani. Menaxheri sheh një restorant tjetër aty pranë që është gjithmonë plot, me muzikë të lartë dhe staf në mod. Dhe çfarë bën? Bën një gabim fatal. Vendos ta kopjojë atë një për një. Imiton formën, por harron thelbin. Harron se klientela e tij besnike janë familje që kërkojnë një ambient të qetë. Rezultati është katastrofik. Duke ndjekur verbërisht turmën e gabuar, Urbani humbi atë që e bënte unik, identitetin e tij. Si pasojë, largoi klientët besnik dhe, natyrisht, të ardhurat ran ndjeshëm. Një shembull i përsosur i rrezikut. Po ky parim nuk zbatohet vetëm në restorante, as pak. Në fakt ai shfaqet kudo rreth nesh, në situatat përditshme biznesi. Le të shohim disa shembuj të tjerë për të kuptuar sa thellë është i rrënjosur ky model sjellje. Herën tjetër kur të jeni në restorant, hidhini një sy menus, a shihni një yll, një simbol flake, apo një etiket zgjedhja e shefit pranë një pjate? Kjo nuk është rastësi, është një sinjal i drejt për drejt për trurin ton që thot, hey, shumë njerëz e kanë zgjedhur këtë para teje, kështu që është një bast i sigurt. E njëjta gjë ndodh edhe brenda një ekipi. Mendoni pak, nëse një antar i stafit fillon të ankohet vazhdimisht, ose të jetë dembel dhe kjo tolerohet, shumë shpejt kjo sjellje mund të bëhet norma. Përhapet si një virus. Fatmirësisht, e njëjta gjë vlen edhe për zakonet e mira dhe produktivitetin. Njerëzit kopjojnë atë që shohin rreth tyre. Munger e përmbledh këtë në mënyrë të përsosur. Kur shohim një shumicë që vepron në një mënyrë të caktuar, diçka ndodh brenda nesh. Instinkti për të bashkuar me grupin bëhet aq i fortë sa që shpesh e mposhtë edhe analizën tonë racionale. Logjika, si thuash, vihet në heshtje. E mbani mend atë modën e burgerëve të zinj disa vite më parë. Pa pritur, çdo restorant nxitoi t'i shtonte në menu. Pse? Sepse të gjithë po e bënin. Shumë pak prej tyre ndaluan të pyesnin, a i përshtatet kjo klientelës sime, a përputhet me markën time?
Ishte një rast klasik i ndjekjes së një trendi thjesht për hir të të qenit pjesë e turmës. Mirë, e kuptuam problemin. Pra, si mund ta përdorim këtë forcë kaq të fuqishme në favorin ton, pa rënë në kurthet e saj? Chelsea, si gjithmonë, qëndronte zbatimi i planifikuar, i ndërgjegjshëm dhe strategjik. Këtu shihet qartë ndryshimi. Në fakt, gjithçka përmlidhet në këto dy rrugë. Nga njëra anë, kemi përdorimin e planifikuar, si shembulli i menus, që ndërton besim. Nga ana tjetër, kemi imitimin e verbër, mentalitetin le të bëjmë si tjerët, që çon në humbje të identitetit. Dallimi mes tyre është thelbësor. Atëherë, le t'i përmbledhim në 4 hapa praktike. Së pari, krijo prova reale dhe autentike. Përdor vlerësime të vërteta nga klientët, jo dëshmi false. Së dyti, përdori këto prova për të ndërtuar siguritë e klientët e rinj, jo thjesht për të kopjuar çfarë bën konkurrenti. Së treti, dhe ky është ndoshta hapi më i rëndësishëm, mbro me çdo kusht atë që të bën të ndryshëm. Identiteti unik është pasuria më e madhe. Dhe së fundi, trajnoj ekipin. Mësoju njerëzve të tu të mendojnë në mënyrë kritike, dhe të mos bien pre e mentalitetit të turmës. Dhe le ta mbyllim me këtë mendim tejet provokues nga Munger. Ai na kujton një të vërtetë themelore. Dëshira për t'u pranuar, për t'u ndjerë pjesë e një grupi, është një nga forcat më të thella të natyrës njerëzore. Pyetja që mbetet për ne është kjo: a do ta lejojmë këtë instinkt të na drejtojë verbërisht, apo do të mësojmë ta përdorim me mençuri?